Shpesh dhe me keqardhje thëm, kom pa të merë. Dhe tani kom pas mund gjatë fushatës e kam një rast që është të merrisht një rast familje që me të vërtet është shumë vështirë, është tepër vështirë. Nuk ka makinat emergjencës, duhet pacientin ndoshta ja livanosun ose pashaja jetën e me dërgu me makina private në spital, është shumë jemi larg të qenërit normal, por shumë kryesore dhe një ndër gjaja më e rëndësishme që është në shëndetësi, janë vetë sigurimi shëndetësor. Do me thonë, ne s'kemi ende 26 vjetë, 27 vjetë pas çlirimit nuk kemi sigurim shëndetësor. Pse është përmendur gjithmonë sigurimet shëndetësore në vend, por nuk janë bërë. Është përmendur, nuk ka bërë. Dhe nëse ne flasim për qeverinë e tanishme, e dim që si kanë ardhur në pushtet duke thonë që s'u bën kur gjë 20 vjetë, s'u bën kjo. Ne e dim që u bën raport, janë bën rrugë, janë bën shkollat, është bën ushtria, është bën policia, është bën rakeia, këta se bënën vetëm një. Dhe ajo kryesorja që ju mbeti ishte sigurimi shëndetësor, që se kishin bën as tjerat parti përpara që ishte gabim, por këta që 5 vjet ose 6 kati tani nuk e bën. Dhe është vetëm një, është sigurimi shëndetësor që është shumë i rëndësishëm. Në kaq AK e ka si prioritet kryesor. AK do me thonë i ka shtyllat si që keni pa dhe ju, është sigurimi, është siguria, është në mes energjia dhe është zhvillimi. Dhe janë 3 shtylla shumë të rëndësishme dhe siguria nuk do me thonë që vetëm siguria është shtetërore, por siguria e përgjithshme, siguria e individit, siguria e shtetit, dhe edhe kjo edhe sigurimet shëndetësore janë pjesë në sigurinë e një shteti, sepse nëse ne s'kemi shëndetësi të mirëfillt, atëherë nuk kemi as popullat të shëndetshme dhe është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme dhe kanë betë këto gjana në një gjanë shembull shumë thjesht, sepse jam kanë edhe këtu thuhet profesor në thomsin Lenz të Heimer Institut në Prishtinë, kam thomsin 3 vjetë, dhe kom ndëgju gjana, kom pa gjana shumë të rëndësishme që ne që ke për shembull nëse kin nanën ose babën ose dikon aty, ti du të shkojsh pe shtëpie, ata ushqesh, ati qesh rroba, ati kështu të kujdesesh dhe se është e mundshme kjo. Kur unë pe rrugësh kaj, është gjëja më e thjeshtë është higjiena. Po si mundet spitali më ju mu fut aty në këtë veshje. Në vendet që të jeton as nuk diskutohet kjo. Ne e rrezikojmë pacientin ashtu, sepse ne mundëm me pas me pruni smujt tjetër. Higjiena është e rëndësishme, edhe pse është një ndër më e thjeshta gjane në mjekësi, por prapë po them, janë këto gjana që ne duhet patjetër të ndryshojmë, sepse gojën e kemi çdo ditë Evropë, Zvicër. Edhe vim shpesh, bërme kryeministri po shko shumë shpesh në Zvicër, nuk e di çka po shenaj atje, po shenaj sena, po mësonaj sena, çka do bo, po të paktën që këto gjana me pa dhe me ndryshu.